Tactic. Willy Wonka, jam të shku te banka. Shante o me donga, si në politanka. Shumë me madhe mrape doke si me hongër anza. Married to the game, unaza me diamanta. Marigona, si ka ndikuar titulli mes ndër vite? Titulli mes të kun ka ndiku pozitivisht, sepse mu kanë hapë shumë rrugë si në anën profesionale pa ashtu personale. Po Marigona ndër vite nuk është marrë edhe gjatë me pjesën e modelingut, po kam fillu edhe më marrë me shkollimin edhe edukimin, tani pa ashtu në biznes. Industria e modelingut shihet shpesh si sfiduese, por cila ka qenë sfida më e madhe për ty? Sfida më e madhe për mu, muj me thonë që ka qenë me rujtë ndoshta atë imazhin tim publik edhe me bo dallimin mes jetës personale dhe profesionale. Përveç se me modeling, a je përfshirë edhe në ndonjë biznes tëndin personal? Po, tani kam hap një biznes cili është tujseni vetë, Marigona Body Care. Është një biznes, një studio qendre dobësimit që ofron shumë benefite pa ashtu mjekësore. Që me përfshime në atë biznes, besoj që në të ardhmen edhe me shumë pika të tjera. Cili është mendimi yt personal për operacionet plastike edhe a do doj që në një të ardhme ta bëj edhe ti në trupin tënd? Unë deri tash nuk kam asnjë ndërhyrje kirurgjike ose estetike, po në të ardhmen nëse diçka kishte më pengu tek vetja jam, normalisht që kisha me ndërhy që mos më kalun deri me një kompleks. Patjetër që po që që t'jem verzioni më i mirë i vetvetes, po normalisht të e rujt ndoshta edhe naturalitetin që tash e kam. Jo t'u dalë prej vetvetes, po t'jem autentike. Të qenit femër e bukur dhe seksi, a të ka ndihmuar në karrierë? Mund të me thonë që pamja fizike është diçka që është prej Zotit, por unë mendoj që personaliteti jam dhe karakteri jam janë ato që më kanë bo ku jam sot. Cila është pjesa më bukur e trupit tënd dhe që mendon se është orma jote më e fortë? Mu më pëlqen të mbaj trupin tonifikum, pa ashtu të shëndetshëm. Unë mendoj që personaliteti dhe vetbesimi jam janë armët e mia kryesore, të cilat edhe më veçojnë. Si një femër mjaft e ndjekur në rrjetet sociale, çka të shkruajnë më së shumti meshkujt kosovar, ose cilat janë disa prej mesazheve? Të ceki që unë këtë kohën e fundit jam me rrjetet sociale sepse një kohë gjatë nuk kam pasur rrjetet sociale dhe muj me thonë që 2 vitet e fundit kam po shkruaj mjaftueshëm. Unë mendoj që duhet me ditë mi pas kufit e tu edhe me ditë me thonë jo, që mos me prek integritetin edhe personalitetin, po gjithmonë të rujt anën profesionale. Por a të ka ndodhur që dikush të shkruaj për diçka më shumë dhe si e ke menaxhuar atë citat? Duke ditë të thonë shpejt edhe mirë, drejt, jo. Cila është fuqia jote më e madhe kur bëhet fjalë për ta tërhequr vëmendjen? Unë mendoj besimin në vetvete, reflekton të tjerët, kur unë kam besim të vetja jam, normalisht që reflekton edhe të tjerët. Nëse do ta përshkruaje veten me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Vetbesim, e fuqishme, pasion. Meshkujt ndoshta të afrohen shumë, por çka do të ketë një burr që ta bëj për vete Marigonën? Të pas parasysh respektin edhe mënyrën qysh qasët tek unë, normalisht, dhe të ketë një personalitet, një karakter të fortë. A të ka ndodhur që të jesh në një lidhje kur partneri yt është ndjerë xheloz për vëmendjen që merr nga të tjerët? Në çdo lidhje ku ka dashuri, ka dhe xhelozi, po unë mendoj të pas një komunikim të drejtë dhe transparent, atëherë normalisht që xhelozia është në suaza normale. Çka mendon kur je para pasqyrës? Muj me thonë, pamja fizike nuk është gjithçka, mendoj që vetbesimi në veten tëmë dhe vlerat e mia të mbrëmshme. Çka të ndez më shumë tek një moshkull, bukuria, parat apo mënyra se si të trajton? Mënyra se si më trajton edhe sharmi i tij. Për sa para do të pozojë nudo? Për asnjë. Cila është lula më e shtrenjtë që ta ka blerë një moshkull?
Lulja, pranoj ty se çdo ditë, ble po ashtu edhe vetë, po ashtu prej shoqënisë, prej njerëzve, prej gjithëve. Gjitha lulet e ka një vlerë, kështu që gjitha lulet ka një çmim, për mu edhe në lule nëse ma sjell dikush, ka një vlerë shumë të madhe tek unë, që ma zbukuron ditën. Çka mendon për meshkujt kosovar se i trajtojnë femrat? Unë mendoj që meshkujt kosovar i trajtojnë femnat mirë, po mundin edhe ma mirë që i trajtojnë. Është shumë e rëndësishme që të kemë besim në femnat, e thash edhe ma herët, që femnat din të bojnë punë të mdaja, që femnat din të jenë për vende, në për pozicione të ndryshme të punës, kështu që duhet sa më shumë besim tek femnat. A është në një lidhje Marigona? Po, jam në një lidhje me botën e jashtme, me gjithë, me natyrën, me gjithçka. Sa i përket pjesës sentimentale? Te pjesa sentimentale, mendoj që jam shumë e përmbushur tek ajo pjesë, me njerëzit që i duhet dhe mdojnë. Çka do të ketë një moshkull që të bëj për vete? Personaliteti ti dhe vetbesimi ti luajnë rol shumë të rëndësishëm tek unë. Po ashtu qasja, se si më trajton dhe më qasët. Respekti. Si e shes situatën politike në Kosovë? A mendon se vendi po ecën drejt një drejtimi të duhur? Mendoj që Kosova ka shku në drejtim të mirë në politikë, edhe pse nuk jam shumë e përfshime në politikë, po mendoj që ka dhe shumë punë për të bërë. Cila mendon që është sfida më e madhe që rinia kosovare po përballet sot? Unë mendoj që rinia kosovare të kjo sfidë, ndoshta që të ketë më shumë aktivitete sociale dhe më shumë të ketë arsimim. Mendoj që kjo është sfida që për momentin është. Vendi ynë kohëve të fundit po përballet me vrasje dhe dhunime të grave nga burrat ose ish-burrat e tyre. A mendon se shteti dhe shoqëria po bën mjaftueshëm për ta luftuar këtë fenomen? Përderisa çdo ditë po ndodhin raste të tilla, unë mendoj që ne së bashku si shoqëri duhet punojmë fort që ta zhdukim këtë dukuri negative. Përderisa çdo ditë shohim lajme të tilla, normalisht që nuk jemi duke bë sa duhet. A ka ndonjë iniciativë për fuqizimin e grave që do dohet ta shehje më të zhvilluar në Kosovë? Po, mendoj që iniciativa cilën duhet mu ndërmarrë është që më shumë të promovojmë zhvillimin e arsimimit, po ashtu dhe vendeve të punës, edukimin. A mendon se është koha që kultura jonë të bëhet më e njohur në botë? Po, mendoj se ka talente mjaftueshëm tani në Kosovë dhe patjetër që duhet që të njihen ndërkombëtarisht. Në mes të Albin Kurtit dhe Edi Ramës, këto zgjedhje? Nuk e di, nuk jam shumë e përfshime në politikë, nuk di çka them. Në një të ardhme të afërt, Marigonën do ta shohim si modele apo si juriste? Si juriste, po modelizmin është diçka që edhe du, në të ardhmen ndoshta ndonjë fotosesion ose diçka të tillë, po tani kryesisht në biznes. Për fund një mesazh për krejt vajzat edhe gratë kosovare që duan të jenë më të suksesshme dhe të pavarura në karrierë. Të kemë vetbesim në gjërat që i duan, në ëndrat e veta, t'i ndjekin, mos ndalen, nëse hasin me një sfidë, atëherë veç aty veç ka fillu dera është hapur për sukses, që mos ndalen dhe të punojnë fort në veten e tyre dhe në ëndrat e tyre. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi që t'jem në Anima, mos harroni të na ndiqni në të gjitha platforma digjitale.